Përshëndetje miq të Pasteli, ku jemi sërish nga kuzhina e Square 21, ku sot kemi vendosur të bëjmë pjatën e tretë të një haje, e gjithësisht desertin. Kemi vendosur që të bëjmë krepa dhe do të shohim se si shkon procesi i pjekjes së tyre vetëm, sepse brumi tashmë e kam pasur të gatshëm, në mënyrë që mos ja huq diçka që realisht nuk di ndoshta ta bëj mirë. Ja ku kemi kremin e çokoladës, pastaj kemi edhe arrat dhe kemi edhe bananen. Janë tre përbërës të cilët janë të shkëlqyshëm për sa i përket dekorimit të bananes. Dhe normalisht që pa qenë krepa të gatshëm, tra tre përbërës që përmendëm më herët, nuk mund të paramendohen. Dhe normalisht që edhe tiganin më parë ka kaluar dhe të nxehet në zjarr mesatar dhe ja ku po kalojmë edhe pak vaj që të mos ngjiten. Krepat realisht nuk duhet të jenë shumë të trasha, por do të shohim se si do t'i gatuaj unë ato. Ja dal nga dal po shohim që edhe rrethet kanë filluar që të piqen dhe tregon edhe kohën që po afrohet për ta rrotulluar ka ana tjetër. Gjithnjë duke pasur kujdes në mënyrë që të mos ta nxjerrim të papjekur mirë njërin anë, sepse pastaj prishet të gjitha. Dhe siç po shihni kjo e fundit më ka dalë më e mirë. Sepse ato dy tjerat pak si shumë i poqa, kështu më thanë kritikët e kuzhinës këtu në Square 21, por që ajo është. Edhe e fundit. Dhe tashmë është koha për dekorin. Kjo këtu është pjesa më e mirë e pallaçinkës. Shumë e shishme për të drejtë. Besoj që kaq mjafton. Dhe ja ku kemi edhe pjesën përfundimtare të dekorit të krepave. Kam përshtypjen që jemi okay. Dhe kam përshtypjen që gjithçka është gati, shumë e shishme. Në ndërkohë që shefat e kuzhinës më kanë rekomanduar edhe disa gjëra tjera në kombinim me këto, ja ku kemi vishnja, kemi krem vanilje dhe gjithashtu kemi edhe arra. Këto janë krepat për ditën e sotme, shumë të shishme, shumë të lezetshme, kështu që juve, pse jo, mund t'i bëni si desert për sonte.